Unë nuk e kuptoj plotësisht pse zhvillohet një betejë kaq e madhe kundër një pjese kaq të vlefshme të kombit tonë. Të gjithë ne kemi familjar në diasporë. Nën kryetari Glauku e ka vëllau në Gjermani, unë e kam vëllau në Suedi, cili do prej jush e ka një vëllau një motër në Mërgat, në mos edhe më shumë se aq. Edhe ne e dim sa i madh është kontributi i gjithë diasporës tonë, të cilën e njohim shumë mirë. Ata nuk janë barë, por janë vlerë e shtuar për vendin tonë. Shtëpit, pronat, investimet dhe rrënjët e tyre në Kosovë i bëjnë ata pjesë integrale të këtij shteti. Dhe për këtë arsye drejta e tyre për të votuar nuk është luks, por obligim kushtetues që duhet ta respektojmë secili. Kush e lufton Mërgatën është i humbur që në fillim, sepse kjo betejë nuk do t'i dobësoj ata. Përkundrazi, i mobilizon dhe i forcon. Është e pa kuptim që të kërkohet kontributi financiar i Mërgatës, por të mohohet e drejta themelore e votës. Ky standard i dyfisht nuk mund pranohet, mirë që e bën të qartë se çfarë mendojnë ata. Me 28 dhjetor, Mërgata duhet të tregoj pa qartë se çfarë mendon për këtë sjellje të tyre. Ky është realiteti, Mërgata nuk mund trajtohet si burim i mjeteve, e jo si qytetar me të drejta të plota. Dhe përgjigjja e tyre do të jetë paqë e qartë sa edhe padrejtësia e cila po ju bëhet. E dashur Mërgat, ne jemi këtu, ne do të jemi këtu, unë jam e do të jem këtu. Tani te ne do të mund ta gjeni partnerin për çdo hap të përbashkët. Kosova është vendi juaj po aq sa yni, dhe dyert e saj janë të hapura për ju, për festat, për familjen dhe për zgjedhjet. Ne nuk ju ndajmë, por ju mirëpresim dhe do t'i mbrojmë të drejtat tuaja sot dhe gjithmonë.